u përzun me mira e mira ish polic, ish ushtarak, e tjerë, ish punëtor. Kemi shumë pyetje për shtë paguta. Po jo, në patë shumë pyetje, në vazhdojmë, seria ne, 2, 3, 4, 5, unë e kam ne, ote, një vagan, si ngrejë të rinjë. Po tomi konkretisht pyetje se qëtu interesat shikusit. Unë e kom një që Fatmir Sheholli ka thonë, du më ma shpallë dhe bobën dëshmur, nështë ta kjo nuk është e vërtet. Nuk e ti, nuk e kom një. Kom një interno. Po? Tash është në pyetje. Se ai po thot bondat kriminale të Serbisë. Mu veç po më interesant Bacacana edhe njerë rikthemi tek pyetja për të tretën herë. A e ka vrarë ushtria çlirimtare e Kosovës apo ju? Si mas teje? Unë e di që po. A e ndjekmi një deklaratë kanë bashkë? Çka thot Sokol Bashuta në Hog? Hajde. Regjia? Me këmgulli me qenë. Avokati Kadri Veselit i kërkoi ish antarit të shtabit të përgjithshëm të komentoj si organizoheshin antarët e tjerë të organizmit kryesor të UÇK-s. A mund të themi se në atë kohë nuk ka pasur asnjë sistem në grupin tuaj të shtabit të përgjithshëm për të ndarë informacione me njëri tjetrin për të ditur se çfarë po ndodhte? Ka shku aty ku vërtet e ka një matë nevojshme se duhet me konë. Për ta dëshmuar këtë përshkroi shkuarjen e Veselit në Rambuje. Nuk ka qenë i caktuar me shku nga shtabi përgjithshëm. Çfarë forme ka shku, nuk e di. Me kanë konsultuar, nuk e di. Bashotës ju shfaq edhe komunikata për vrasjen e Malit Shehollit që akuzoi të ketë marrë pjesë në varrimin e Miloš Nikolićit. Pra, Fatmir Sheholli referohet komunikatës 28 dhe thot se është konkluz familjare dhe e imja se UÇK nuk ka gisht në vrasjen e babait tim. Po. Kush e ka shkruar komunikatën 28 është totalisht e pavërtet në 3 komponente. Zotri Bashota, a ka të ngjarë që zëri i Kosovës i merrte pa verifikuar informatat për veprimet që ndërmerrnin njësitë guerile? Ky është një ndër rastet që masmjeti e ilustron këtë që po thoni ju tani. Faleminderit shumë Regjia. Domethënë, ky është një nga rastet që domethënë ky po thotë që çka thabra se njeva mirë po. Sokol Bashuta po ha çato që ka thënë Fatmir Sheholli. Kanë ka pos rasti e vrap për tjerë të kujt e i ka marrë komunikatat dhe çashtu UÇK-ja. Ç'është tha Sokolja? Po. E po që tash, a përshe tash ku po bijem këtë po bijem një fat kundërshtimi. Kur është në pyetje te historia. Historia thash më herë do të shkruaj drejt pavarësisht kujt i dham. Hasanit, a Hysenit, a Dautit, a Mahmutit. A është Hoga, a është gjykata serbe, a është pavarësisht kush është. Kush ty të merr në pyetje. O problem këtu. Mos talon publikun pritje, se zakonisht emisioni jam është pak më atraktive dhe s'kan çfarë shikues me prit. Çfarë mendoni ju për këto? Për çfarë? Për çfarë deklaratë? A e demontoni apo ju? Pa e vëlloja qysh s'ja demantoj. Po, a? Po qysh një herë të shoj komunikat tani se di unë se kom shu, unë e kalshu kë. Unë e di edhe kur është lëshu komunikata. Pre kujt e shu? Nuk e di për kujt. Se zakonisht këta që po folin tash unë e kam probleme me këta. Kam shumë probleme me këta, për shkak se unë jam personi që e kom prek gjithçkojën e gjithçkofët, tërsin e tërsive, dhe më thonë, se s'ka kur gjë që ka hy në organizatë të nacione nuk e di. Nuk ka kur gjë. Tani, këto deklaratat mija për ju dhe më kryt dikujna. A dolmi të deklaratat e tua, disa javë më herët, keni deklaru në një nga televizionin të në Klan Kosova konkretisht që kinë se na i tasoni si pas ju gjithmonë e ka dekonspiru Zahir Pajazitin dhe e ka ronë prit. Është akuzë e ronë pas asap? Është pak e ronë. Unë jam e vetëdijshëm. Është shumë e ronë, si e pak? Është shumë e ronë, po kjo ka ndodhë.
Pse ka ndodhur? Me çka e argumentoni ju që ka ndodhur? A keni ndaj fakta se unë zakonisht pa dokumenta nuk i lëm me fol. Kështu që sonte se kam një tasfy më të lëm me fol sepse mandej po na thonë ja nuk jeni serioz, kush ja show pa dokumente. Nëse s'ki dokumente lën me emisionin shlirë. Që unë kam dokumente, se në pa dokumente nuk shkoj, pa letra Ja, po, nëse s'ki nuk mujna me vazhdu, sinqerisht. Unë të kam shak, unë të kam mik, po nuk... Unë i kam. Ku i ki, a mund është me shku me marë dokumentat? Unë me veti i kam që ku i s'ka kom nevojë me lëmë që atë kam në ja. tavolinë, që? Pane që, ku janë, që të tavolinë, a? Që qatë tavolinën, që shko që atë e ki? Që tu i ke lëma? Po, që atë. Ja, që ti biset ana për na thoi neve që jo... Ade, nuk o konë adet musafiri, mo që u më shku me morë. Është e vërtit, po... Po... Kur jemi të dokumentat para se mi hopa, guxemet thonë që... Nga pak. Po, orda. Unë kom ngu dhe deklaratën, unë jam i vetëdijshëm krejt që kom deklaru. Edhe e kom dëgju deklaratën e Beshlim Zogajt para 2-3 ditëve. Unë që ka demantu dhe ka thonë nuk përmendet kërkon në ajta sonë nuk e desperat. A i s'ka demantu kur gjo. Qështu e po shone? Shën të raman të ra Beslimi. Beslimit po i bëj thirrje. Kam shok, lufte. Nuk e japin i thot Beslimit për 1 milion euro. Unë s'kam euro heq, në konta numër tamë s'më një gjonë 300 euro. Këto e kanë bo që ta Beslimat, apëshe edhe na ita që në konta numër mësë me i pas 300 euro. Po pëse kjo është akuzeron, pëse ta ka bo na ite e burë? Jo, së është akuzeron, pëse? Po është akuzeron se... Nga më pak vre, mësë më gotë. A ti ka morë për bongës aja? Po, ja, e që mi ka morë, po ajë nuk më ka leriu muë. Se ajë më ka bo presione dëvazhdushme në për gjitha mjetet e informimit, që e vërteta mësë me dalë në shesh. E mirë, ku i mbërë ti qëto dokumenta që... Këto dokumenta i kom morë, mi ka dhonë, masi që kom dalë nga burgu, shumë inderuar dhe respektuar ish avokati im Reshat Millaku. Akuzoj që të më ndërprej? Po? E kam një pyetje, dhe më thonë që si pas grupit të juve që keni qenë në burg, në gjykim kërë është bërë grupit të gjithë, edhe në ajtasoni në fjallën përfundimtore, janë deklaru me goj. Bile në ajtasoni ka thonë që edhe për të bjebni në qenë një vjetë borgu në nuk heqit dur nga liria pavarësia vendit, ndërsa ju nuk keni pranu mu deklaru me goj, jeni deklaru me shkrem. Pse? Ty be avokati u deklaru. Avokati pse ju me goj, pse me shkrem? Po unë jam deklaru 3 herë me goj, që jam deklaru? është fjalla në fjallën përfundimtore t'ju vën. Po, unë jam deklaru, po unë që jam deklaru avokati ka thonë ti nuk ki nevoj. Hish, mësut, ti ke deklaru 1 herë, 2 herë, 3 herë, qka po dënë,